Valsi i fundit për avokatin e popullit. Kuvendi do të mblidhet të enjte në seancë plenare për të zyrtarizuar skemën e dakordsuar mes demokratëve dhe socialistëve për avokatin e ri të popullit, i cili mbahet peng prej 3 vitesh. Tashmë precedenti është krijuar një javë më parë me firmat e demokratëve dhe votat e socialistëve. Ish kryetaria e kuvendit Lefteri Luzi u zgjodh komisionerje për mbikëqyrjen e shërbimit civil dhe me sa duket kësaj radhe pakti është për Endri Shabanin, i cili po shkon për votim me mbështetjen e deputetëve demokrat, të cilët pasi i hapën rrugën për karrikën e avokatit të popullit, i tërhoqën firmat për të dhe 5 kandidatët e tjerë. Për zgjedhjen e avokatit të popullit duhen 84 vota. Shumica siguron se do i ketë të gjithë deputetët në seancë të enjten. Të pranishëm do të jenë dhe 3 deputetët e PSD-s, edhe pse thonë se nuk ka një direktiv se kë do të mbështesin, por dhe 2 deputetët e Mundësisë. Ka prije mbështeti me firmë Endri Shabanin. Berisha me të tillë do të bojkotojnë votimin, edhe në respekt të kandidatëve demokrat, Besim Drejgjoni dhe Adriana Kalaja, të cilët dolën nga loja pa filluar akoma. Berisha pranoi gabimin e dhënies së firmave për Endri Shabanin. Justifikimi besonte se Shabani ishte opozitar blu, por kjo erdhi krejtësisht nga një qëndrim i Partisë Socialiste, e cila kishte qëllim të dilte tek opozita që donte. Ata operojnë me opozitën që duam, po opozitën që duam nuk e pranon kurrë Partia Demokratike. Opozitën që duam e ka Edi Rama tani. Kjo është platforma e tij. Megjithse votat nuk do të dalin nga kartoni, ata do të zbulohen nga pjesëmarrja, por tradhtarët e mundshëm do të kenë një avantazh. Avokati i popullit do të votohet me votim të fshehtë, me një përllogaritje të thjeshtë kohore në mesnatë, shumë vonë për një ditë, ku vëmendja më shumë nuk do të jetë tek avokati i popullit, por tek emri i drejtuesit të ri të SPAK.